Mirëmbrëma dashur miq, dhe mirë se erdhët në episodin e 3 të Zona e Futbollit. Edhe sonde do t'jemi bashkë për të analizuar dhe për rubrikën e bukur që kemi ne, me talentet e rinj. Mirë se vjen Ria, edhe faleminderit që na pranon ftesën. Ne kemi nisur të rubrikën e re për të vlerësuar talentet e rinj dhe për të dhënë një mundësi për të qenë pjesë e emisioneve, siç është podcasti jon, i hapur në ditët e parakaluara dhe për të bërë një imazh të ri për të parë më shumë se si funksionon pjesa e talentëve të rinj në Shqipëri dhe për të dhënë një mundësi në emisionet shqiptare. Shkojmë me pyetjet që të kanë ardhur ty Raja dhe ato që kemi menduar neve si Zona e Futbollit për ty. Kur e kuptove që futbolli do të ishte më shumë se një pasion për ty? Kur filloja duke menduar, domethënë që mas shkollës shkruaja direkte, domethënë i gatshëm ma kupto, pastaj shifsha vllajin, si e kishte ai me pasion futbollin, edhe unë fillosha duke mundu të bëhesha si ai. Edhe vllai ka qenë në futboll. Po, në ekipet e kryeqytetit. Ka pasur një histori që më thonë e mërzitshme. E mërzitshme, shiko. Me futbollin shqiptar. Ne e dim shumë mirë se si funksionon futbolli në Shqipëri. Duhet të bëjmë një thirrje federatës që duhen më shumë mundësi për të ardhmen, për të rinj, sepse po shohim që nuk ka më burim, le të them, për të ardhmen në Shqipëri. Nuk është se investohet shumë ke talentet e rinj, nuk është se investohet shumë për të qenë një lojtar pjesë. Ne kishim vetë Ernesti Muçi. Nuk është se u vlerësu shumë me Silvinja. Pati ato kritikat, kritikat, ku nuk merrej nga trajneri, gjëra dhe veta që shumë mirë, po bën jashtë. Po nisi nga akademia. Për mua është pa lidhje, shkosh jashtë shtetit, gjesh lojtarë, ti sjellesh në ekipin e kryeqytetit, kur në ekipin e kryeqytetit ke sa dush talenta të rinj që duhet t'i japin hapësirë. Nëse ti nuk i jep hapësirë atyre, ato nuk kanë se ta tregojnë për këto. Shkojmë në pyetjen tjetër. Kush ka qenë personi që të ka mbështetur më shumë në rrugtimin tënd sportiv? Ato ishin gjithë familjarët e mi. Në çdo hap, gjithë. Asnjë s'ka ndonjë. Asnjë nuk më ka mërzit që të më thojë le futboll kështu, shipe se nuk ka pasur momente që të thonin për shembull le çaj për sportin fokusohu dikim tjetër. Jo, më kanë thonë domethënë për punën e shkollës, pasi unë nuk ja vaj shumë, nga që e kam shumë pasion sportin edhe shoh vetëm për sportin, thënë shipe dhe shkollë. Do të bësh miks të dyja, besoj. E di, edhe ajo është nga që e kam një vetëm sport edhe pak në gjuhën e huaj, se ku i dihet dele mundsi jashtë. Në shtator e kam për kurs, edhe se di se po shteti është shtetit për të luajtur futboll. Duhet çuar, dhe prandaj kam menduar që ty në kurs domethënë. Okej, shkojmë në pyetjen tjetër. Cili ka qenë momenti më i veçantë deri tani në karrierën tënde? Çdo moment në futboll për mua është i veçantë, po mi që ka ndodhur këtë sezon, do thënë ndeshjen e parë hapse të kampionatit Dinamo me Vllaznin, kur erdhën Kushërin dhe vllai për në pak, kam dhënë një performancë jashtëzakonshme që nuk e prisja që ta jepsha. Jo. Fituat? Jo, humbëm. Luajtë mirë pak të dhe... Luajta e qitë Drona bëra një performancë shkëlqyme, pasi kisha dy lojtarë shumë të fortë, pra. Ato luajnë të Vllaznia dhe një ekipi parë janë dy pinjakë Uldetaj. Ishte vështirë, po mundova t'i performosh mirë. Shkojmë me pyetjen tjetër. Si do të përshkruaje veten si futbollist? Cilat janë pikat tua më të forta? Si futbollist, për veten time nuk kam çfarë të them se mund ta shohin tjerët nga jashtë, po pikat e mia të forta janë dy luftimi me kundërshtarin një kundër një, edhe teknika, po është edhe grinda që kam lojë, domethënë. Më shumë e jap kur jam me skush, po dhe kur jam mbrojtësi majtë kundër një. Mbrojtësi majtë dhe me skushor. Këmba jote preferuar? E majta, po jam duke munduar përmirësoj dita ditës dhe djathtën. Një futbollist i mirë besoj duhet ta dish që duhet i ketë dy këmbë. Edhe kam mirë domethënë, po përpiqem dita ditës ti kem të dyja. Patjetër që 70 me 30. Për shembull 70 më mirë e djathta, 30 e majta. Po pjesa më e madhe të futbollistëve përveç atij gjeniut që i them Messi që gjuhet majtë, pjesa pastaj e lojtarëve të tjerë shoh shumë që kanë më tepër me djathtë. Shkojmë me pyetjen tjetër. Çfarë pozicioni preferon të luash dhe çfarë kërkon të përmirësosh në lojën tënde? Pozicioni im i preferuar është mbrojtësi majtë, po duke parë që trajneri ka gjetur vendin në mes fushë edhe ajo më pëlqen, domethënë.
pavarësisht që mes fushat do shumë frym, po avash po ambientohem. Defekti që kam jam pak, domethënë, ai djatha që thash, edhe nuk duhet marr shumë topin kur jam mes fush. Mbajtja e topit ka të bëjë edhe më tepër nëse i ke ortakun, shokun që është pak a shumë si ty. Po. Domethënë, nëse ti s'poston një top, bën një dalje të mirë dhe e jep një qendër për nis pastaj për pritur edhe një herë topin nga krau tjetër për ta këtë ty, nëse nuk e ke të aftë atë ta bëj këtë gjë, ose nuk e ke të aftë që ai të ndroj krahun, të luajë me ortakun e vet, i bie që pastaj lodhja jote dhe dëmi është kot pastaj. Se më mirë bi ta marrë vetë krahun pastaj. Ti vi Teo Hernandez për shembull. E mirë. Do ta lidhim më vonë. Sa rëndësi ka puna në stërvitje për një talent të ri që kërkon të arrijë në nivele të larta? Nëse do të arrijë nivel të larta, pavarësisht stërvitjes që është me ekip, duhet punoj edhe vetë. Nuk mund të bësh vetëm stërvitje, duhet përfundosh duhet të punosh dhe me veten. Për shembull, nuk është të thënë që punosh vetëm kur ke stërvitje, ose ti je mirë vetëm kur ke stërvitje, duhet të bësh edhe kur je në shtëpi. Për shembull, di fjala. Palestra ka të bëj shumë, regjimi ka të bëj shumë, gjumi ka të bëj shumë, ushqimi ka të bëj shumë, gjitha. Vrapja anaerobike që është në fushë, patjetër që se ke për shembull këto futbollistë e moshët që kërkojnë zëvendësinë, domethënë nga pjesa 2 do presorium ka këtu ashtu. Duhet domethënë kesh anën anaerobike që dalësh për prapë, ta marrësh pyetje më tepër nga ana futbollistike. Si duket ky rrengu që bëjnë futbollistët për shembull rrëzohen edhe kërkojnë minuta për shembull që të ketë më shumë ambientim për shembull ose të fitojnë minuta nëse janë duke fituar për shembull. Si duket ky rrengu që përdorin futbollistët? Varet nga ana letare, disa ta ke probleme vërtet. Jo. Nuk pëlqen ajo. Jo, nuk pëlqen. Du patjetër të luaj sa më shumë fush. E kuptoj. Nuk du që t'jem jashtë fush. A ke një futbollist që admiron dhe nga i cili përpiqesh të marrësh shok? Padyshim Cristiano Ronaldo. Nuk e ke fare diskutim për këtë. I dy të ftuar në talentet e rinj që ka marrë Christian Lozi edhe ti, të dy fan Ronaldo, unë jam fan Argentina, fan Messi, po futbollin më të bukur dhe futbollin modern e ka bërë tot. Domethënë, nëse flasim për futboll të bukur dhe nëse themi që e marrin 15 vitet e fundit ose 20 vitet e fundit, e marrin të mirë qënë, kush ka bërë futbollin më të bukur, besoj nuk ka diskutime, e ka bërë Messi me Ronaldo, e ka ndarë me njëri tjetrin në mënyrën më të bukur të mundshme. Jam barabartë. Disa njëri ka dhe tjetri ka dhënë më shumë. Pjesa botërore ka mori pak më shumë e sumë në minus për Ronaldo, se Messi me vërtet e humbi këtë botërore. Po mos harroj që para 4 vitesh bëri mirë dhe e fitoi. Këtë vit nëse mund të flisja për finale, do flisja për një Argentinë skandaloze në finale. Shumë skandaloze, mund të pëlqej unë jam tifoz i vetë Argentinës, s'ka kash nga 2006. Po nëse praktikisht kanë pa finalet e Argentinës, ajo ka qenë finalja më terror për mua. Edhe ato veprimet e Paredesit kanë qenë jashtëzakonisht jashtë futbollit, apo nuk kanë lidhje me futbollin, ata janë thonë. Nuk e dini se e pa finalen? Normale. Jam parë. Tifo me? Në finale isha me Spanjën, kurse kështu jam me Francë. Po këtë botror anosha pa nga Portugalia për pa Ronaldo. Po, edhe do e pëlqej një finale për shembull Portugalia-Argentinë. Patjetër me fitimin e Ronaldo. Ja, shkojmë me pyetjen tjetër. Cilat janë objektivat e tua për të ardhmen në futboll? Më që nuk kalu të Tirana, do doja patjetër të luisha në ekipin e parë, po synimi është për jashtëtit. Ajo fanel duhet mbullohet me gjatë. Shumë fanelë rëndë, për të veshur nga çdo kush. E Tiranës është një nga fanelat më të rëndë, jo se të mos jam tifoz. Unë jam tifoz në Tiranë. Me histori që ka Tirana, historia legjendare e ekipit legjendar Tirana, le të flasim. Mënyra menaxhimit shumë e mirë nga shumë e mirë. Ka problemet e veta në Tirana me presidentin tani, po vjen për të vlerësuar nga ajo që ka hedhur për Tiranën dhe ajo që ka investuar për Tiranën. Presidenti Alili duke marrë shkas edhe nga model frymëzimi është dhe golli aty që punon mirë, po këtë vit mos gaboj ka pasur edhe ndryshime në sektori i marketingut të Tiranës, ose sektori i drejtorit teknik,
drejtori i akademisë, në mos gaboj kanë ardhur lojtarë të rinj dhe janë ndryshuar dhe trajnerët e moshave, në mos gaboj ti ke patur trajnerin e Dinamo? Artan Saka dhe ardhi te Tirana. Tani te aty ku je ti mos gaboj? Në mos gaboj? Po. Ai ka zonë trajner në një mundim shumë mirë, po do ta përmendim në ditët e vit, se do ta shohësh vetë. Aty. Nuk e jam për momentin. Çfarë sakrificash duhet të bëjë një i ri për të ndjekur ëndrrën si futbollist profesionist? Janë shumëta, për futbollin janë shumëta domethënë. Po përmendin gjërat bazike domethënë, që në moment kur ti ke servitje edhe nëse familja, nëse ka thënë familja do të dalësh me to, ti duhet bësh një anashkalim tek ato dhe duhet shkosh te futbolli, nëse do të arrish majën domethënë. Shoqëria ka pjesën e vet edhe futbolli dhe sakrificat që duhet bësh në futbollin është tjetër gjë. Po, dhe adoleshenca domethënë që ka ato ngacmimet e veta, jo për shoqëria, shoqë. Shoqe, do imagjino sa ke kështu domethënë se do të qenë futbollist, keni çika të ambicin që do të ngacmojnë më shumë goca. Shumë sa mesazhe vijnë aty ke request. Nuk i shoh shumë, pas kur jam në fokusun te futbolli, nuk i shoh shumë. Kur të bëhem atëherë kam kohë. Vjen vetë më shumë. Okej. Si e përjeton presionin dhe pritshmëritë që ka ndaj teje si një talent i ri? Ti menaxhoj domethënë, unë jam i vetë me familjen time që ka ngelur për të bërë futbollist. Sa veçet akoma nuk kanë rritur. Dhe shpresoj të bën, e kam shumë dëshirë që edhe atyre t'ja shpërblet, sepse ato vetëm tonë po i hedhin sy domethënë, po më japin kurajë ditës ditës edhe unë duhet t'ja shpërblet. Pa diskutim. Mbështetja e familjes është kryesore, nëse ne do flasim, nëse ne kemi dikën që na rrike koka, është si babi, si mami, si familja, kanë përjetuar diçka këtë dy dhe kanë duan diçka që të shohin një të ardhme të dy. Jo vetëm mos e shifën nga ana monetare. Nga ana monetare është urgjëse, që sot këtë ditë duan ato të ardhurat. Por mos harro diçka. Nëse punon fort, për një ambicie futbolli dhe anë monetare ke aty. Sepse të qenë një futbollist, me të vërtet do luash deri 35, 36, 37, duke marrë krahasimin 41, 42, mos marrë në alën mesin, po është çik, domethënë nëse shkon 41, 42 na si në top, je i rënd ke pjesa e futbollit pastaj. Por mos harro që deri në 30 vjet për shkakun mund të kesh punë pa anë monetare, mund të kesh punë në mënyrë perfekte. Shkojmë në pyetjen tjetër. Cila ka qenë këshilla më e vlefshme që ke marrë nga trajnerët e tu? Çdo këshilla e trajnerëve për mua është, domethënë, shumë e rëndësishme. Po kur kam bërë paraqitje të mia, domethënë ka thënë vazhdo kështu, jepi forcë. I mbaj mend pak a shumë trajnerët ke çdo ekip ku ke qenë? Ke Albanët për shembull. Alban Meftarin, i Dohotin, i kam pasur të dy, tek Dinamo City kam pas profesor Jamir Hykën, Artan Sakaj, tek Tirana kam Artan Sakaj, kam qenë dhe pjesë e internacionalit, kur kam pas Robert Rudon dhe Erak Pustinën. Bravo që i mbani mend, edhe këshillat ke trajnerëve domethënë do i kesh fokusuar mirë në normale, çdo trajner ka pas një gjë ndryshe për të më thonë, po ka dhe ato që më ka thonë të dyja gjëra njësoj, domethënë. Pas njërim ka kapur kur kam qenë në Cimaj, tjetri mes fushore dhe ke luajtur shumë role. Po, kam provuar të gjitha, dhe Sulmu Cimaj, dhe Mbrojtësi Djath. Është dhe mosha, për shembull, duke nis nga mos gaboj mosha e parë që fillon është U9 ose U9 është e para, po. U9 dhe pastaj U9 është një moshë e vogël ku trajneri jot të jep mundësinë të luash këtë çdo rol, derisa ti ta shohësh që po këtu jam unë. Prap linjën nuk ta bën ti, ta bën trajneri. Por mund të të fusit te trajneri portier. Futun portën, sa ti mund të shohësh një si plus, e kupton? Po ka rast të dalin. Neuer nuk ka qenë portier, që mbrojtës. Qëndri derisa u përfundoi që u bë portier. Shkojmë me pyetjen e radhës. Çfarë do t'i thuash të rinjve që kanë të njëjtën ëndër si ti? Punoj fort, domethënë dita ditës ti përkushton futbollit, pasi ditët ikin shumë shpejt, edhe kemi parë kemi dhe shumë raste që mund dalësh futbollist me ekipin e parë që moshën 17, 18, që jo kush prisi të shkoj të 1 meta kam kohë, mund dalësh dhe më shpejt, domethënë në ekipin e parë dhe ti je i përgatitur për ato të krahasin. Shkojmë me pyetjen tjetër. Ku e sheh veten pas disa vitesh në botën e futbollit?
jashtë shtetit. Një ekip për shembull që do ta imagjinoj në ëndër të thuhet ishte më mirë. Është e vështirë, po mirë që ekipi i Semrës do të thonë Milan. Milan. Diçka për Barezin, humbjen e Franco Barezit, kapitano. El Capitano Numri 6. Një mbrojtës shumë i fortë. Solid, shumë i fortë. Shumë i fuqishëm, një nga mbrojtët më të botë, duhet ta kujtonim. Pavarësisht se unë nuk e kam arritur prezin atyre, po nga që jam tifoz i Milanit, shoh dhe ndeshjet e kaluara. Pasi futbolli sotëm e vështirë është pak për të parë, se nuk jep emocionin si atëherë, po. Si e shikon futbollin e sotëm me futbollin modern që jepni atëherë, për shembull koha Barezit në çka ke parë ti në YouTube? Isha para 2 javë duke parë një finalen e Kupës Botës 2012, kur shifsha do të thonë ta kalitaret ishte gjithmonë të Nuk se ka qenë 2010. Se 2010 s'ka pas kontrol. Okej, 2010 ka qenë. Ka qenë Spanjë, Holland, në mos gaboj, finalja. Po, Spanjë, Holland ka qenë finalja. Shifsha dhe Italia, ka qenë vetëm ta futbolli fort kështu. Kurse tani pak i prekësh, vetëm direkt jo faull, apo ndrim. Ka pas një starë në 2010 ka qenë një nga De Jong me Xabi Alonso. Ka qenë e frikshme, e për klasë ka thonë një tak në fytyrë ka qenë e frikshme. Ajo do me thëmë, po ishte futbolli. Ishte vetë futbolli masterclass, si të masarë, futbolli pastër. Po jo, nese, kalem me pyetjen tjetër. Një mesazh për gjithë ata që po ndjekin rrugën e tyre në sport. T'i japim forca. Japim forcë. Do mesazh. Do ta japin në emër të Rejanit, mund ta thuash te kamera dhe të thuash një mesazh fuqishëm që të rinj të merren me sport ose të japin diçka më shumë. Futbolli është gjë më e bukur, nëse ato e kanë pasion, domethënë është gjë më e bukur që ato ta vazhdojnë mos ta ndalojnë. Bravo. Pasioni është vetëm gjë. Edhe të jetë për sport tjetër, do të vetëm ta ketë pasion, ne shkojmë me përtesë, domethënë. Shkojmë një falënderim sepse mos gabo, mos harrojmë që pa sponsora asnjë podcast nuk është i mundur. Dhe falenderojmë Studio Zagën, falënderim i veçantë sepse na kanë bërë një udhëzim shumë të mirë lidhje me terrenin këtu dhe lidhje me ambientin në një mënyrë perfekte dhe një njohje për mbështetjen, për kushtimin dhe kontributin e çmuar në promovimin e muzikës dhe zhvillimin e talenteve të reja. Piano Studio Zaka është një hapësirë ku pasioni për muzikën, profesionalizmi dhe dashuria për artin bashkohen për të krijuar një përvojë të veçantë për çdo nxënës. Adresa Rruga 4 Dëshmorët dhe numri kontaktit 069 32 88 221. I gjeni dhe në rrjetet sociale, Instagram. Faleminderit dhe Asja Mulgeci, poete dhe shkrimtare, autorë e 5 librave me poezi dhe proza. Shkojmë me pyetjet të veçanta e qik pikante, se kanë ardhur shumë reja në bëm status të zona e futbollit dhe për Rejanin kishte një promovim të mirë, ti edhe kishe shumë shok. Po. Kishe në ca pyetje shumë pikante, për sa të ngacmonte shoqëria, Inshallah nuk jam shumë. Inshallah qofshin goca, qofshin më goca, atë du më dha. Shkojmë. Ekipi ku s'do të luajë kur? Që nuk do luajë kur? Nishe jam e Milan do të e Inter. Bravo! Real si bukur kë! Ekipi zemrës. Milan. Milan, bravo. A do doje të ishe në ekipin e parë Tiranës? Do doja, patjetër që do doja. Diçka më shumë? Po, çfarë them, më ishe si shtatash dëshmar ty, nga që kam një foto kur jam qenë i bukur në bluzën e Tiranës, do ta bëja realitet. Dhe shoqëria ime më shumë se me. Ka pas një futbollist më radh? Ja, nuk e kam. Se e kam kështu para, po edhe shoqëria ime është në Tiranë, do të thonë shumica edhe gjithë thonë jo vesh shalla e ditën me ekipin e parë kur pam statusin e mia. Vazhdojmë. E ki një këngë preferuar Tiranëse me që ka ardhur Tirana, kishte pyet njëri në Instagram. Që më pëlqen që se besoj se për tipo grupe shqiptare ka më bukur është Tirana Fanatics në rrugët e lagjes time. Folë me Tiranë veç për ty, me kupat e tua u rritë, trofet nuk na hyn më në sy. Okej, kjo vazhdon më vonë pastaj. Ja bom çimin pak në ti me bom një gjizim bukur për Tirana Fanatics. Do dohet luaj e stetit. Po, ajo është fiksionimi që besoj me ndodhe
sa më shpejt. Shkoj me pyetjen tjetër. Kush është më i miri, ti apo Daursi? Ma lak shu ky çuni, të lutem ma bëj këtë pyetje tha se e kam fascinim tha, po të çuni ti bën skip më mirë. Jo. Okej, ke një përgjigje. përgjigje. Dhe këtë. Po, unë Daursi kemi para shumë role të përbashkëta. Kur ishim te Dinamo, pavarësisht se unë tani te Tirana kam marrë më shumë për mesfushor. Kemi pas qenë të dy mbrojtësa të madhe. Ka pas ndeshje që profesori ka pas thonë bravo Da, bravo Rejan, të datë paraqitje shumë mirë sot. Edhe mi që pyetja është kush është më i mirë apo ai ka cilësi domethënë vrapin anën aerobike në fush, po unë nga që kam tekninë dhe ca gjëra më shumë, mi që Daursi ka bërë këtë pyetje, po them për vetë. Për vetë, patjetër valla. Ore Daurs, asa emër çik si qaqë. Shive, unë do doja që të kishe i neshik me kundërshtar atë një fjalë, Daurs. Kishe i neshje la. Kushtë aty da shime pastaj finale për shembull. Tirana Dinamo, një finale për shembull edhe do bote një aty do ushqimte për shembull siç është kjo Messi me Ronaldo më shumë. Kush do ecë më parë te Tirana, domethënë ai do të më parë. Daurs, bas në Rejanin. Edhe e ka Gjigju pastaj. Dhe shaka tash. Shkoj me pyetjen tjetër. Do edhe pyetja Rejanin. Nëse dëshira e ti është ta shohim në kategori më të larta. Normale, patjetër që po. Dhe shumë që e bukur. Përse zgjodhe Tiranën? Pyetja tjetër. Zgjodha Tiranën pasi Tirana duke parë që i ka dhënë dhe kohët e fundit hapësirë talenteve të rinj të moshave, edhe mendova që do unë shkoj aty për synuar ekipin e parë, domethënë. Është ekip me emër, doja ta provoja. Më pëlqen sfida. Se mos futboll. Shkoj me pyetjen tjetër. Më trego pak më shumë për shokun tënd të ngushtë Ledi Ahmeti 23, sepse keni luajtur me një vend. Ledi Ahmeti është shok që jam mbritur me të në shkollë. Ku luan? Luan te Rinia, është kapitan. Dhe këtë vit ai mbase vjen te Tirana për bëjmë kështu publikisht. Pasi nuk e di njëri. Dhe mendoj domethënë. Hajde Tirana. Po ai që s'pëlqen tek ai domethënë, nuk është se ka shumë pasion domethënë, e le edhe pak mas dorë. Ai është kapitan, duhet japë si më thon. Do të jetë lider i ekipit lider. Po që dalë për bravo stërvitet vet. Bëjë stërvitje individual kështu, ai ka pak më përtesë domethënë. Kjo gjë nuk më pëlqen tek ai. Pavarësisht se unë tash shumë. Nëse ne aplikojmë pjesën e stërvitjes siç e the ti. Nëse ne themi stërvitja është pika kryesore dhe thembra e akilit, ke pjesa e futbollit, vlla është kryesorja. Ma besoj që është kryesorja, nëse ne pa punë dhe stërvitja është kot posteritues. Shkoj me pyetjen tjetër. A ke ndonjë shok që i bën moral se ke në futboll? Kam shumë shok që bën moral, do të përmend emra? Patjetër. Po përderisa këtu do përmend Bjordin. Bjordi ka qenë çega për po, mirë që e ka bërë, mirë po dhe Bjordi prapë, mirë që pas ka ndjerë se e di që i tas shumë. Edhe do them dhe Juli. Kam dhe një tjetër, se nuk doja ta përmendja, po e përmend, mirë që është një pyetje e bukur, është një Johan, ka qenë kapiten të Dinamo Grup Mosha. Ai për mua, kur luaj Calcedo, do të tani se e kalon futbollin, ai ka pas lindur. Idolli i tij ka pas qenë Messi, ai ka çdo gjë të lindur, domethënë. Futboll ai është sigur 1 vit pas stërvitjes që ka i vit ai i njëjti është. Më vjen shumë gjuna domethënë. Nëse do të kishte vazhduar futboll, nuk pranon. Nëse do të kishte vazhduar futbollin, për mua ishte një talent shumë i mirë. Sa unë, 16 për 17. Me sfushor. Këto pastaj janë to pjesë pastaj inshallah themu, do në Zot, dhe do inshallah nuk ka ndërtuar familje. Jo, ka pasën zgjedhje e tij. Se e kam shok ngushtë edhe ka pasën zgjedhje e tij. Shkoj me pyetjen tjetër. Kush janë dy shokët e tu më të mirë që ke pasur gjatë gjithë karrierës dhe na tregon diçka për ta? Futbolli jam stisëm, shumë shok, domethënë patjetër, shok mirë. Asnjëherë nuk kem bërë llafë me shok që mos flas më domethënë. Çdo lojtar që kam pasur në ekipi, edhe pse kam ndryshuar ekipin, me të gjithë domethënë ai shoqëri, nuk është se jam son ai që jo të sham, ishte në përndeshje kështu. Po sa të përmend 2, 3, do përmend Santillano Shurdhin, po, edhe Klevis Temën. Profesori më i mirë që njeh. Që njeh, kam rastisur më shumë trajner domethënë, po
do them dy se nuk i ndaj dot. Aha. Është Artan Saka që po stërviten më aktualisht është dhe Roberto Ruba, që dha është e Tiranës, e them. Aha. Kemi një portier të mirë nga Akademia Dinamo, e ka bo vetë portier Dinamos. Të them që e kam dhe shok dhe është i mirë, është Lart Bakale. Mos ka në lidhje me Ljartin ty? Nuk e di, po personalisht Bakale, nuk e di, po është mu pëlqej shumë. Okej. Kjo ishte intervista me Rejanin. Po. Faleminderit shumë që na erdhe dhe doja t'i thonim dhe bëjmë një kështu si tip gjëje që ne kena gjithmonë të duhet ta themi, mos harroni ta ndiqni në rrjetet tona sociale dhe mos harro. Subscribe në YouTube te Zona e Futbollit dhe në rrjetet sociale Zona e Futbollit, Facebook, Instagram, TikTok. Faleminderit që na ndiqni edhe befton bashkoheni me ne për më shumë talente të ri.